Çfarë bën kur zbulon se burri yt paguan eskorta dhe ti je 7 javëshe shtatzan? Kjo është historia e Entelës, e cila nuk jeton në Shqipëri, po për momenti po kalon një kohë shumë të vështirë në martesën e vet dhe është duke menduar që të shkëputet, të japi fund kësaj martese për shkak të asaj që sapo thash, bashkëshorti jeton një jetë të dyfisht, në një anë ka familjen dhe fëmijët dhe nga ana tjetër ka një pasion të errët për, me sa duket, për eskortat. Entela, je në linjë? Po, këtë jam. Ç'a po ndodh eksaktësisht në martesën tënde? Ne kena shumë probleme. Për momentin kam shumë pikpyetje në një temë, se më duket sikur ton këtë kohë kam kaluar me një person si nuk ishte i vërtet përballë meje. Histori që ke rrëfyer pak a shumë edhe stafit tim, ke folur për një që nuk ka që vetëm njerë, por raste ku bashkëshorti yt vazhdimisht shkon tek eskorta, madje edhe gjatë shtatzanisë tënde ka ndodhur. Tani sa kohë ka kjo histori sipas zbulimeve të tua? Kam filluar me dëshu qyshjet, masi fatkeqësisht e humb me një bet javën e 20, që isha shtatzan. Edhe gjatë shtatzanisë isha normal shumë e smur. Edhe fillova duke pa numrat ndryshëm, ai gjithmonë jepte shpjegime të ndryshme. Edhe isha të i thonë vetit në këta justifikime janë të vërteta, se gjithmonë kur e të një person, zemra drejtohet për me besu ati personi. Si e kuptoj, ja kontrolloj celularin? Ja kontrolloja dhe thjesht i thoshin, hey baby, a ke kohë, a dhe në gjona kështu të ndryshme, edhe thjesht la me në gjysë ato mesazhe. Po pse ja kontrolloj celularin? Kishe dyshime? Ç'a ndodhte? Ç'a shihete ka ai që i kontrolloi celularin? Po shisha sepse ishte të dalë, edhe kur diltem e fikte telefonin, edhe thjesht atjerë vite shpi. Edhe thasha kjo gjë nuk ka mundësi me kenë një reagim normal. Ti e ballafaqove, në fillim ai tha jo, me sa kuptoj. Edhe qysh fillim si debatova me te, ai kishte të njëjtin mendim që jo, nuk kam bo gjatë, thjesht ta kenë një punëtor, diçka, më thonë, komplet gjanat ndryshme. Edhe ashtu a kalova një vit, dhe më thonë, ja fala si atë gja, e besova se nuk ishte rolla si gja, dhe nuk e kuptosha që këta femna ishin, dhe më thonë, eskorta. Me kalimin e kohës, fillova duke i kërku këta numra edhe në Google. Atëherë, kur i kërkova në Google, fillon të dalë një kani si kur ishin punojnëse. Seksi? Po, kisha shumë vështirë me thonë drejten. Po e kalova, atëherë këtë vit, para 2 muaj, ai doli një natë me pi, me shok të vet, që unë si një kafe, edhe erdhi në shtëpi vonë, masi fjeti normali kontrollova telefonin, që kishte foto me një person tjetër, me një vajzë tjetër, ja pash foto duke u pus me një femën tjetër. Edhe aja gjomër si shok, atjera i kontrollova banken edhe gjanat edhe në bank, kuptova si kishte pagu edhe një hotel. Njëjtën natë. Edhe një vit si kishim ballafaqim, aja si herë nuk e pranote, edhe hera por që e pranoj, ishte para 1 javët. Edhe më tha që po, kam qenë me eskorta, gjatë kohës që unë isha shtatzan, me bebin që hum me vitin e kalum. Okej, ta pranoj, po ti ç'a the? Unë thjesht u shtanga, njëla, nuk disha që me bë, se që me thonë për momentin. Thjesht mirë dhe një shok i papam. Se unë isha të kalu një dhimjet papame si gjatë shtazanis, edhe mas asaj. Edhe nisha vidin e tratu me 2 fish. Dhe tani po flasim për diçka që ka ndodhur vjet, që padyshim ti ke kaluar një kohë shumë të vështirë, që ne kemi diskutuar edhe këtu në një nga episodet për abortin, për humbjen e fëmijëve, që është më e vështirë se sa njerëzit mendojnë që është për një grua, por po flasim për këtë rast. Tani dua të kthehem para se të kalojmë pak tek Jona. Dua të kthehem pak në martesën tënde. Si ka qenë ajo? Si ka qenë marrëdhënia jote me bashkëshortin? Para këtij incidentit, pra ke pasur dyshime të tjera? E para sa vite keni bashkë ju? Ne kemi 7 vite bashkë. 7 vite. Jeni njohur me dashuri? Kemi pas probleme. Po. Kemi pas probleme, po gjithmonë ka ekzistu besimi midis nesh. Tani kur thua kemi pas probleme, po unë dua të përqendrohem te koha para pjesës abortit.
para sa çfarë ndodhi me fëmijën. Në atë kohë para, problemet ishin pra probleme për marrëdhënie jashtëmartesore, apo kishin probleme tjera ekonomike apo intime, nuk e di. Çfarë problemesh ishin? Probleme ekonomike, probleme jetet, probleme dokumentash, sepse ne jetojmë jashtë, po nuk kemi pas kur probleme marrëdhëniesh tjera, ose probleme xhelozijet. Asnjëherë, ose ai ka ditë me fshesh shumë mirë, edhe nuk i kam kuptu, ose nuk kena pas për të vërtet, tash këtë nuk më na them drejtën, sepse problemi është se nuk mund t'i besoj më. Njësoj si më përpara. Në komunikim si jeni bashkë, në qoftë se ju debatonit me njëri tjetrin, i shkonit deri në fund e sqaronit, apo kur kishit përplasje e ikti secili në esapin e vet, edhe nuk sqaroheshit kurrë. Pra çfarë lloj forme marrëdhënie ka qenë kjo juaja? Gjithmonë nuk kam kërku për mu sqaru, me thënë drejtën, sepse ai është kanë tip problematik që shfillim, po mos i kërkoshon mu sqaru dhe ne flit që mu sqaroshim dhe në rregull. Vetëm që se nolli, kja gjaja e funit, kjo problemi funit nuk mundëm me diskutu me te, sepse ai gjithmonë njihet në faj, ai gjithmonë rrinë të ba gjeste, jo siguri, kjo sigura shumë i mërzitën, jo sigur do t'pi diçka, jo sigur do mi ba veti diçka. Çdo me thënë do pi diçka, do t'i bëj vetes keq. Po, në thonë kishim një episod tillë. Që ai do të pinte ilaçe? Po, Kur je ballafaquar ti, ai ka kaluar në, si thua, në kërcënime, në shantazh emocional, duke të thënë që unë do vras veten. në momentin e parë, jo, momenti i parë ishte thjesht shumë i qetë, sigurisht duke qa dhe thjesht e pranoj se ka bërë qa, sepse unë i thoshëm thuj drejten. Jam lodh me gënjeshtrat tonë këtë kohë. Thjesht du me ditë vërtetën se si është. Edhe atëherë, ai thjesht tha po edhe vazhdoj. Atëherë unë isha aja që dësha me pyet, dësha me ditë arsyet, dësha me ditë shkaqet që e kanë qu në të lloj piket. A gjoja për me sqaru, për me di se qatë që i ty në atë moment, si ti unive ashtë shumë i dobët, sa me shku drejt aty në shërbimeve të tilla. Antela, unë kam pyetjen e fundit, para se të kaloj te Jona. Ti punon, apo është vetëm ai? Ja, unë nuk punoj. Antela, përshëndetje. Përshëndetje. Doja të pyesja pak për pjesën e abortit, duke qenë se aty ishte piknisja ku filloi edhe sjellja e tij që ti nuk hate. Përpara në lindjen e parë të fëmijës, nuk ishte e njëjta situatë, pra patë një lindje të mëhershme, nuk kishte sjellje që ai mund të trastonte. Me thonë drejtën, e mund të kënë pas sjellje, po gjashtë të zënis jam kënë shumë e lodhun, shumë me simptoma, edhe nuk kam pas as ko, dhe me thonë paramenim me menu këtë gjatë. Ndodhi pjesa e abortit, duke qenë se unë e kam shumë të rëndësishme këtë pjesë për ta ndoshta për të ndaluar dhe ti ta shprehësh si çështje nëse ka ngelur e bllokuar. Si ishte mbështetja partnerit kur ndodhi kjo situatë? Ai më mbështeti shumë, edhe më them ishte një prej rasteve më të vështira, edhe që e kam një atë më shumë prezent jetën teme. Ti more mbështetjen më të madhe gjatë gjithë momenteve të vështira që keni kaluar bashk, por nga ana tjetër dhe një episod ose episode të vazhdueshme të tradhtisë që dhe i konfirmoi vetë më vonë. Pra ka ndodhur të dyja sjelljet paralelisht, apo jo? Po, aborti erdhi befasishëm. Ishte shumë i përkushtuar, krejt në rregull, nuk isha asgjë për me dyshunte. Përse nolli kë aborti, dhe me thonë ai nuk ishte pas kohë me fshi mesazhet dhe gjëra të tjera. Edhe aty fillova me i pa unë, me kontrollu. Më intereson pak edhe pjesa që Dalina preku për shkaqet. Pra kur ti e pyete për shkaqet, të referoi pse e ka bërë? Asgjë, nuk e pas gjë, thjesht nuk kam pas mend për momentin, asgjë. Nuk di, me thonë, unë e pyeta, tregot me thonë çfarë problemit ke në marrëdhëniet tonë, ndoshta je i pa kënaqur me marrëdhëniet intime, ndoshta je pa kënaqur në aspekte tjera, më tregon si ta di, edhe pak të jam e ndërgjegjshme edhe vetë. Pastaj vijoi kjo pjesa, pra që ai vazhdonte si sjellje pjesën e tradhtisë apo jo? Nuk di, nuk kam informacion për episode tjera. Thjesht kur e pash këtë vetë që kishte dalë para 2 muajsh edhe kishte bë një foto dhe një video me një femën tjetër edhe kishte pagu një hotel, më thonë, thjesht
ideja që kishte bë foto, ideja që kishte bë video, duke u post, duke u prek, më la me kuptu që kjo femër nuk është femra e parë që ajo ka bë këtë gjë mas lidhjes me mu. A mund të flasësh pak për ndjesi që ti provove kur i pe këto prova? Hajt mërshme. Vetëm nuk kam mujt me inalu dridhnat në trupin tem. Nuk e di, unë isha shumë e tradhtume, shumë e ofendume të njëjtën kohë, shisha atë vajzën, shisha dhe vedin, më nësha me krasu vedin me te, nuk e di. Shumë njësit që jam në atë njëjtit moment. Edhe atëherë menon njëri edhe fëmin, edhe familjen, edhe pasojat, menon gjitha. Kur thua pasojat, për çfarë e ke fjalën? Pasojat e divorcit, sepse unë nuk jam punë. Unë nuk mund të siguroj jetesën për fëmin tem, vetëm nëse shkoj në një banesë sociale. Në këtë moment që ti po mendon divorcin, a ka element të tjerë të marrëdhënies tuaj që janë shkatëruar plotësisht? Besimi, unë nuk mund t'i besoj më. Më pëlqeu kur thej që e ula i thash që çka ke, pra kërkove të bisedoje, kërkove të lexoje, ta dije më shumë këtë çështje, domethënë nuk e pavarësisht se çfarë je duke thënë tani, ti e pe atë e pe dhe si një problem që edhe mund të trajtohet pjesa e tij e tradhtisë pse ai shkonte me eskorta. Nuk e pe thjesht bardhëzi, maskara, ti shkon me femra dhe ta mbyllim. Ju keni bërë ndonjë përpjekje të bëni terapi bashk? Ndoshta për ta kuptuar edhe më shumë ai këtë problemin e vet? Ai nuk është tip që pëlqen kështu gjëra, është më shumë jam unë, por ai nuk është. Ai më thënë nuk ka asnjë gjë bëjnë me ty, kjo gjë është problemi jem, më fal, nuk kam kënon mirë. Kur një partner zbulohet, por ama do të qëndrojë në marrëdhënie, sikur bën një përpjekje të dyfisht për ta bindur partneren që shikon kam ndryshuar. Nuk e di a është rasti juaj ky. Ai mundohet, edhe e shoh se mundohet. Më ka premtu që s'do të dali më vetëm, që s'do të bëjnë më gjëra të tilla. E kam pas edhe është ndje keq, e shoh shumë herë për shembull, si është i mërzitur, si çon. Ti the pak më herët që të ka prekur dhe vetbesimin edhe është shtuar krahasimi i vetes me vajzat të tjera që ti ke parë. Unë nuk kam pas shumë eksperjenca të tjera në jetën time. Unë gjithmonë isha më hapur kundrejt bisedave të tilla, kundrejt gjënave të tilla, thjesht si një student e re si të më fillu me ditë gjëra të reja. Nuk e di, ndoshta mund ta them në këtë mënyrë. Edhe gjithmonë ishte një person si do të më mbyll këto tema, sikur nuk i pëlqeshin këto gjëra, këto biseda, cilat unë basha. Në këtë moment ti je vendosur që kjo marrëdhënie nuk ka më vlerë për të rikthyer, pra nuk e shikon si një mundësi për ta riparuar atë që ka ndodhur, të rindërtohet edhe një herë pjesa e besimit. Në këtë moment unë kam shumë dëshirë me i dhënë vendit të forcë për me i besu atij. Edhe një mundësi bebit që po vjen jetë që shpresoj që shtatzania tjetë e suksesshme. Për me bë provë prap. Por ama kam shumë pikë se një ditë kam ardhur një moment që kam merr një vedin aq shumë ftoft emocionalisht kundrejt tij, sa nuk kam për t'i fal as gabimin më të vogël. Sepse i tash edhe nëse iko, edhe nëse rri, marr shembull fëmijët, marr shembull shtatzanin, por në një me në vetit se unë halo e duat person, halo nuk mundëm mu shkut 100%. Okej, më vjen mirë që ka ndryshuar sjellja, pra ti shikon një ndryshim në sjellje tek partneri. Kjo është një nga ato elementet që ne kapemi zakonisht edhe në terapi për ta rifituar edhe një herë ose për ta mbajtur marrëdhënien, për t'i dhënë një shans të dytë. Se ti tregove elementin e përkujdesjes, që është shtuar, ti akoma ndjen dhe nuk e di këto ndjesi çfarë i karikon që ende ti ndjen, çfarë merr nga marrëdhënia. Po, edhe një sikur unë du një shpjegim për çdo gjë. Sepse të kishte pas një dashur, kishte më thonë që ai mua nuk më donte ose diçka, po thjesht në rast se ka pagu eskorta për shërbime seksuale, më mbledh në kuptu sikur ai nuk është i kënaqur ose i mjaftueshëm këtë aspekt në lidhjen tonë. E në momentin kur nuk marr asnjë shpjegim mbrapa, është shumë e dyshimt. Dhe kjo shton ftohtësinë tënde nga ana tjetër. Po. Kur ti nuk merr shpjegim. Nuk kam shpjegim, atëherë asun nuk mund njihum e lirë
marrëdhënie me te, as në muhabete, në bisede, gjana. Shiko, a mund të ndërhyj pak, sepse kjo pjesa e meshkujve që shkojnë me eskorta në fakt është shumë interesante, sepse ka shumë meshkuj të cilët derisa ballafaqohen që është problem, e mendojnë që kjo nuk është problem. Pra e mendojnë që familja, pra nuk eskorta të paguash një femër për seks nuk e prek familjen. Familja është aty dhe nuk e prek, pra nuk po bën një akt tradhtie. Dhe unë kam biseduar me shumë meshkuj për këtë çështje dhe absolutisht asnjëri nuk e mendon si akt tradhtie. Madje eskortizmi është diçka që edhe promovohet, pra turizmi i seksit. Promovohet ke Tajlandën, ke Amsterdami, ke gjithandej. Ato shkojnë me vedije dhe e shohin si një lloj aventure, është një aventurë burrërore. Kjo, prandaj është interesante edhe në trurin e tij si mund ta ketë menduar ai dhe padyshim ai kur thotë dhe Entela që dele pi me shokët, që ka dalë, pra në trurin e të gjithë dhe shokëve të tij është diçka që unë u habita që ai ka bërë foto, mua më shqetësoi më shumë fakti që ka bërë foto dhe video me atë femër, sesa fakti që ai ka shkuar. Problemi është kjo dhe ky pas ka dhe një e bëka shpesh, se ka që e bëj njerë për eksperiencë, siç ka burra që nuk duan të shohin me sy femra me lek, se nuk janë të gjithë, domethënë që e kanë qef, ka dhe të tjerë që e kanë si e kanë si varësi, po e kanë tamam varësi, por ata që shkojnë dhe kanë varësi ose shkojnë shpesh, realisht shokohen kur gruaja bëhet xheloze, sepse nuk e kanë menduar. E kanë menduar që kjo është diçka burrore, si ata ushtarët që shkonin në luftë, kapnin një femër aty, edhe ktheheshin prapë te gruaja, po ktheheshin realisht me dashuri te gruaja. E ndan trurin. Kurse kur krijon marrëdhënie pastaj, kështu që është pak e vështirë. Nuk e di, burri kur ballafaqoi, ai më habiti sepse ai luajti djegjen e fajit. Se unë kam dëgjuar shumë histori, por që nuk kam pas ndjenjë fajit, thjesht kanë ndenjur si të shokuar që pse mërzitesh ti, okay, është pak e pisët, po. Mund të ketë ndodhur dhe kjo që thua si hipotezë që mund të mos e ketë parë si problem, e ka parë si një shkarkim aty. Ndonjëherë nuk dua të fus frikën me këtë që do them, po ka raste që zbulojnë shumë, gjithmonë më shumë. Në momentin që gruaja ngel shtatzën, lind fëmijën e parë, ka shumë raste të tradhtisë që burrat bëjnë. Dhe e bën një herë, do të them momentin që lind fëmia e bëjnë këtë pjesën e tradhtisë dhe pastaj e mbyllin aty. Dhe është në mënyrë psikologjike, është kuptuar pak si një lloj frike, sepse është kalimi i fazës nga një djalë në burr, në baba, pra ky kalimi i fazave dhe pjesa e seksit shifet si një shkarkim emocional i tensionit akumuluar. Edhe ndodh shumë shpesh. Po për ne gratë është traumatike. Për gruan zbulon që u shtatzan, sepse kemi ndërtojmë një histori mbrapa saj, se ne kalojmë me dhimbjet tona me vujt tjetër me ato, si jemi në Terezi, me zi eci, me zi marrim frymë, me zi rrotullojmë në krevat, dhe ndërkohë direkt truri fillon edhe bën krahasime me gjendjen e atij, pra duke bërë seks, duke pirë, duke dalë dhe kemi një lloj, na kam një lloj neverie ne për meshkut kur e marrin vesh. Entela, ti ke neveri për të? Të ka kapur faza e neverisë? Po shumë, sidomos thjesht kur inskenoj, imagjinoj për shembull situata që ai mund të ketë pas një person tjetër, duke sikur neveritet si person. A ka të bëjë kjo dhe me faktin që kur po i rrëfeshe Elonës, i the që ti dyshoje që ndoshta aborti mund të jetë edhe për ndonjë infeksioni që ti ke marrë gjatë ka marrë burri gjatë marrëdhënieve? Vazhdon e ke akoma këtë mendim që ndoshta mund të jetë dhe faji ti edhe i marrëdhënieve seksuale që ai ka për abortin? Me thonë plotësisht po, ndihëm edhe në faj, sepse asaj nuk ka dashur të shku në atë mënyrë që shkoj. Por gjithmonë ka me met si një dyshim mrena vetit, edhe pse çdo analizë ka dalë e pastër, në analizat mjekësore unë kam dalë pas një problem si me infeksione, si me çdo gjë tjetër, por gjithmonë ka me met mrena vetit dhe gjithmonë ka me dyshu se diçka ka pas, përderisa e ka ngacmuar linjët parakoshme që unë kam pas. Edhe më duket sikur as atij nuk i ka interesu aq fort sa mua për kujdes, jo vetëm për veti, edhe për mua, po edhe për një qenie tjetër që s'ka pas faj. Ta bëri pak Jona pyetje, po ndoja ta përsërisë edhe një herë dhe bazuar edhe me këtë që thash, sepse kjo është një histori që ndodh shumë femrave. Çfarë të zemron më shumë ty te kjo histori? Fakti që ai shkonte
me femra gjatë kohës që ti vuaje, pra kishe këtë gjë, apo fakti që person në një lloj tjetër femre që ti nuk je, ndërkohë që ti je një grua që i ke dhënë atij fëmijët, i ke shërbyer, i rri pranë, je bashkëshortja e tij, çfarë lloj tradhtie të mërziti ty? Mund të them të dyja rastet. Të Sepse dyja. edhe e vjetshma, shtatzania kishte një rëndësi shumë për mua. Edhe prapë thjesht isha të menu, thasha okej, meno për shembull një situatë tjetër, unë jam prapë shtatzane edhe sot, sikur të kishim nej pa marrëdhënie ose diçka, ai tham do të shkojnë prapë në njëjtin drejtim që a kanë edhe vjet. Edhe tjetra është se unë nuk jam ai lloj femnet që ai preferon. M'bën me menu këtë gjë. Sepse unë nuk jam një person që mund të shkoj në për klabe, në për disko, me bë akcime erotike, ose gjëra të tilla. Prandaj je gruaja zemra. Po, pa respekt për gruan. Prandaj je nëna kalamajve vet. Po, për të kuptuar dhe burrat, jona kishte diçka? Problemi në këtë marrëdhënie është fakti që partneri nuk është dëgjues, nuk është kuptues i nevojave që ka Intela në këtë rast. Dhe ngelet problem derisa ai të ulet të mund ta bëj këtë ndryshimin edhe në lidhje me këtë, jo vetëm me sjelljen që bën tradhti, por tradhtia mund të ndaloj, por ideja është që këta do jetojnë bashkë. Do të thonë çdo ditë nuk mund të jetë situata ku Intela ka nevojë të flasë, të kuptojë, sepse ajo do të përmirësohet. Pra çfarë dëshiron që unë të bëj, thot. Si më dëshiron mua që të jem në disa aspekte. Ndërkohë që ai thot nuk asgjë. Do të thonë është një blok që nuk ka asnjë lloj përgjigje, as për problemet e sjelljes që bën, por as për kërkesat në marrëdhënie që mund të përmirësohen. Këto janë ndonjëherë probleme personale shumë të thella që nuk kanë lidhje me partnerin. Madje shpesh edhe tradhtia nuk ka lidhje fare me partnerin tjetër. Po trauma që sjellin të dy në marrëdhënie, normalisht krijojnë një tjetër traumë. Ajo që ndodh me të dy bashk dhe shkarkohen, nëse nuk zgjidhen, normalisht do krijojnë më të komplikuara mes të dyve. Ai ka çështjet e veta padyshim, sepse është. Shikoj, ai që më bëri përshtypje ishte edhe fakti që ai kërcënonte dhe këtë nuk është se kam hasur shumë, ndoshta nuk di çdo histori në botë, pa ai që kërcënonte me ilaçe, kërcënonte të vriste veten. Ndërkohë që këtë e kam dëgjuar më shumë në histori femrash sa meshkuj, të jem sinqert. Edhe kjo nuk më tregon ndonjë karakter shumë të fortë. Është i qetë si njeri ai? Zakonisht po. Shumë i mbyllur me na veti. Domethënë vlerë edhe një jetën tonë përditshme, nuk është se hopet emocionalisht ose me më tregu një bisedë 100%. Po kështu se ti jeton në një vend anglishfolës, a është nerd? Jetë me vetëm? Jo. Apo është kështu very outgoing, del bën? Very outgoing, shumë modern, shumë friendly, shumë social. Dhe për ne më duket sikur është një person tjetër që jeton me mua dhe një person tjetër ku nuk është në praninë time. Mund të jetë në një formë marrëtisje ti? Marrëtisje nga roli i këtyre që tham, pra i babit, roli të babit që merr. Prandaj ndodh shumë shpesh. Po, është e vërtet. Intela, unë besoj që kjo është diçka që ti e ke në përmendje, por nuk është se je drejt finalizimit, nuk është se po merr vendime tani je shtatzan, vetë ishte nuk punon edhe është ajo frika pjesa ekonomike që është ajo shumë rëndësishme në vendime, ndërkohë ke një bashkëshort me 2 jetë, ka një jetë ku ai sillet si baba shumë i mirë, dhe ajo që është më rëndësishme ti thua që ke ndjenja për të. Unë vetë do thoja që ai ndoshta po ta bindje të bënte terapi dhe të kuptonte këtë gjë, mund të ishte apo jo Jona? Po, edhe një gjë tjetër që doja të shtoja është dhe fakti që ti ke kuptuar ato limitet e tua, ke kuptuar ndoshta më shumë veten, se çfarë ka të rëndësishme në marrëdhënie, që është besimi. Pse, domethënë ti mund thua gjithë kemi të rëndësishëm besimin. Domethënë varet se si e koncepton, varet sa e toleron një tradhti. Se ka persona që e tolerojnë dhe rindërtojnë ndoshta marrëdhënie më të mira. Gjë që ka ndodhur. Kështu që ky moment ka bërë edhe të vetëdijshme më shumë për veten, të ka nxjerrë në pa dhe disa pasiguri të vetes, të krahasimit, edhe pse është normal edhe kjo gjë të ndodh. Unë do thoja që është normale e gjithë bota e emocioneve që ti po përjeton, se sidoqoftë është një periudhë delikate, ti edhe shtatzën aktualisht dhe të ndjesh të dyshimin konstant tek vetja se mos tradhtohem, ok, unë do ta fal, por mund të ndodhë sërish. Është edhe kjo një gjë me vend. Pra, jo më kot i ke këto ndjesi dhe janë më se normale që i ke.
Por patjetër do e mbështes edhe atë që tha Dalina, që një terapi ndoshta do ju ndihmonte të dy, por më shumë partnerin në këtë situatë për ta ballafaquar me disa gjëra të vetes. Mund të jetë edhe një sugjerim ka, duke qenë se ti vetë siç the je një tip që kërkon edhe ulëmton, mund të ketë edhe audio books, ka video YouTube për ato që kanë domethënë këtë tendencë tradhtie të tillë, ka shumë kërkime që ai mund të kërkojë, ndoshta edhe ka kërkuar për veten e vet, kupton? Uroj që unë të ketë qenë vetëm një fazë, uroj të ketë qenë vetëm kjo faza e shtatzanisë, mos ketë qenë më përpara. Me sa na the kjo ishte faza edhe uroj që të mbaroj. Ju të falenderoj shumë, Entela. Faleminderit edhe ju që më dha mundësinë me kontaktu me juve. Faleminderit. Edhe të uroj me krah të lehta, një lindje sa më të mbar. Shumë faleminderit, shpresoj të shkoj deri në atë pikë që ma kenë një linjë e morë. Përqendrohu tek lindja, se si thua Zoti të jep ca sinjale ku ta çosh fokusin edhe rrugës pastaj shije. Unë them që intuita është shumë e fortë e çdo njeriu dhe e gruas, kështu që ndiq intuitën tënde. Nëse ti beson që ka shkelur ose gjithë limitet e tua dhe nuk e përballon dot më, pastaj mendoj dhe aty ku je dhe kudo do ta gjesh një zgjidhje sepse je grua e zgjuar. Por nga ana tjetër mund të jetë edhe dhe unë do doja shumë që të ishte nga ana tjetër që nuk do doja të shifja pjesën e punës që mund të bëni bashkë për martesën, se ka dhe shenja që edhe mund të punohet. Dhe ajo të ketë qenë vetëm një fazë që ka kaluar dhe uroj të jetë kjo e dyta. Faleminderit shumë. Shpresoj. Faleminderit dhe juve, gjithë mirët. Kjo lloj situate kur e dëgjon kështu, është një situatë që thua 90% një 10% po të them okay, shive mos ta ndash, po besoj edhe 90% e njerëzve do thonin që mos e nda, prit. Nuk e di pse më erdhi ndërmend kjo çështja e divorceve të mëhershme, ku pritej të ndodhte maksimumi që mund të ndodhte brenda një marrëdhënie pra shkatrimi total që çifti të kërkonte divorcin. Kurse sot ka një lloj vetëdijsimi më të lartë, për këtë edhe arsyet mund të jenë edhe një arsye të tillë që edhe pse sot pranohet akoma. Pra ti qëndron marrëdhënie edhe nëse je tradhtuar, por sidoqoftë gruaja është më e vetëdijshme. Është më e vetëdijshme për limitet që ka, për nevojat që ka dhe i kërkon këto. Nuk i lë ta anashkaloj, sido që të jetë edhe siç e pam tek rasti i Entelës. Mund të jetë edhe kjo një arsye për divorc. Pra jo patjetër mund të qëndrojë nëse kupton se nuk e toleron. Nëse Entela do të ishte në një situatë tjetër ekonomike, ose ndoshta nuk do kishte fëmijët, ajo me faktin që ajo ka ballafaquar dhe ka kontrolluar dhe ka shkuar deri në fund se ka shumë kraq që të heshtin. Dhe fakt ajo edhe mund ta ndante. Por nga ana tjetër kjo e donte se ka lloj arsyesh pse ka njerëz që nuk duan të kapen me burrat e tyre, por nuk është se u ndjen për pjesën e tradhtive, sidomos me eskorta. Ka shumë gra që ka dhe çifte që nuk besojnë në divorc. Edhe ata nuk besojnë, qëndrojnë në familje, qëndrojnë gjithmonë. Ne kemi shumë raste të prindërve, të gjyshërve që kanë qëndruar. Janë edhe çiftet fetare që e kanë shumë të rëndësishme. Sa do thoya sot doli dhe typi u zgjodh pa parë se kisha katolike nuk ka besuar në divorc. Nuk e di, beson akoma, më duket se ndroi. Është pak më liberale. Më liberale si ishte papa i ndjer, që ishte, por kjo është një histori që unë realisht do doja që po ta ndjej ajo dhe ajo do donte të punonte me këtë dhe të jetë siç tha ajo që është baba shumë i mirë, ka bërë shumë për mua. Po duhet të jetë dypalshe. Nëse nuk vjen nga ana e tij është ti nuk bësh pafund përmirësim, pafund përpjekje, por duhet të jetë ai që bën pjesën e vet. Unë thjesht kam çik dyshime tek ajo pjesa që ai donte të pinte ilaçe, aty nuk më pëlqeu. Ajo pjesa është ajo është prandaj thash unë terapi. Ajo pjesa më la pak nuk më pëlqeu fare dhe kam shumë probleme me këta që bëjnë shantazh emocionale të tilla. Nëse ke shkuar me disa eskorta, do ishte ndjerë në fajt paktën herën e dytë. Nëse kalojmë tek historia tjetër.